Mirëmëngjesi të dashur shikues të Agon Blu, shpresoj të jeni zgjuar mirë sot, erdhëm ditë e premte sot, po thoj se iku dhe kjo javë. Ndërkohë, qyteti Vlorës sot është zgjuar me një kohë të bukur, i qetë, por ndërkohë ne për të parë pak se si do të jetë moti për ditën e sotme, do të ndjekim pak parashikimin e motit dhe do të rikthehemi sërish në studio. Kemi telefonata regjia, apo do ndjekim motin një? Ta avim telefonata një, pasaj ndjekim motin. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, juve qa bëni? Ja, që do bëjmë këtu për para publikut? Që se shkojnë nga juve? Këte shkoj e bukur. Ka dalë djel për plazë, Ka dalë djeli për plazë. Sidomos për ta të huajt një që vinë nga vëndet të ftota, njërë për këta është luks të temperatura. Po, ku se di që duket atyre? Po, normal. Shqipërinë e ka bekuar zoti. Po, ne kemi në Seman që vetë një qësë të huaj. Po? Vena atje, dhe më thënë dhe bëjmë plazë në tani, në këtë periud. Po, në këtë periud. Bëjmë plazë, po, tani në këtë periud, dhe ata që ditën dhe gjithë të qenë ta budalej. Po. Edhe të gjithë që thonë këta të huaj tonë që plazë më i mirë këj tani shni. Po. Edhe kështu vlajim. Qa kini bërë ju? Qa do bëjmë ja? Për balë publiku. Për nuk për fillon më në shtati, për fillon në tetoni? Jo, në pak patëm disa probleme teknike, por që ja të kemi, sërisht. Të riparusme. Po. Të riparusme. Si ka njësur dita për ju sot zonjë? Në punë? Unë ja, i bëra djalit për të ngrem, Henry Buk, i bëra me një kokër ves, Po? pak djatë edhe, piu i lace. Ja, shumë mirë. Piu i lace, ka do bëjë. Se po nuk Henry Buk që japë do t'i lace. Po, Fjeri, si është zgjuar Fjeri sot? Fjeri sot. Po? Fjeri, me ato makina të parkuara kështu, para shpidet, po që nëse me trotuar të tëmë. Ka trafik tani në orët e para të mëngjesit, shua, po? Ka shumë, do mos të lagja ku jam unë njës, të lagja Polonia, sa jash mati. Po, më shumë ka makina, apo se sa njerës? Më shumë ka makina. Të falenderoj shumë, zonjë që telefononi, që në ndishni çdo ditë. Falenderit ju takon juve, një falenderit madhe, dhe e kam thënë dhe e them që edhe sepse janë stacionet e tjera dhe mërzitën ku ne telefonojmë shpesh. Po jo, s'ke? Ka më një qërdo nga ato stacionet, Po? edhe janë fokusuar vetëm që kjo stacion. Të falenderoj. Sepse ata mërzitën thonë, kini marrë gjithmonë, në thëmë, nuk nga e vështishon, nuk shumë do me thonë. Po mirë, s'kap se mërzitën ata, se në fillim u vinte e mirë, tani ju mërzitën tani. Por, më të gjënë zonjë, patëm një shkëputje, ndërkohë ne do të shkojmë atje ku e lamë, tek parashikimi i motit. E pra ndoqëm parashikimin e motit, se si do tjetë sot në vendin tonë, ndërkohë ne kemi ndosur dhe temën në ekranës. Si e komentoni shëndetësin në Shqipëri, shëndetësia falas, ilaqet falas me rimbusim, ku hasni probleme, në telefononi ose në dërgoni mesazhe. Ndërkohë ne shkojmë në hapësirën muzikore. Ndoqëm hapësirën muzikore, Andrea Bocelli, kaluan pakte nga fqinjët tanë në Itali. Ndërkohë, do të kalojmë të aktualiteti në qytetin tonë, por, mos harroni, tema që vendosë në ekran, ku keni hasur në përshqisi, si e shkoni shëndetësin, keni vajtur në spitale, apo jeni mjekuar, jeni vizituar, me çfarë jeni përballur dhe për ilaqet që thonë me rimbursim, se kemi gjuar shumë të moshuar që thonë shkojmë për të marrë ilaqet, po si marrim me rimbursim. Ndërkohë, është mbajtur dje në sheshin e Flamurit, dita e hapur e forcave të armatosur, aktiviteti
me pranitë të nxënësve të shkollave të mesme të qytetit për të njohur nga afër, me ato çfarë garanton i pranishëm dhe vetë Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu, drejtuesi i lartë ushtarakësi dhe kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha, por do të shkojmë pak kronikën për më shumë informacion. Shmbajtur sot në sheshin e Flamurit në Vlorë, dita e hapur e forcave të armatosura, aktiviteti me pranitë të nxënësve të shkollave të mesme të qytetit për të njohur nga afër me ato çfarë garanton rekrutimi në forcat e armatosura. I pranishëm dhe vetë Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu, drejtues të lartë ushtarak si dhe kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha. Ministri i Mbrojtjes së Vengu ka vlerësuar interesimin e nxënësve të Vlorës. Gjendemi këtu në sheshin e Flamurit sot për ditën e hapur të forcave të armatosura në Vlorë, pasi përmbyllim sot një cikël që e kemi nisur që në datën 3 mars, një cikël rekrutimesh intensive dhe prezantimit të forcave të armatosura në gjithë komponentët e tyre, toksor, ajror dhe detar, dhe emergjencave civile, pranë gjithë popullsisë, pranë të rinjve, të shkollave, gjimnazeve dhe universiteteve. Dhe jam shumë i gëzuar sot që edhe bashkë me kryetarin e bashkisë, kolonelin e qendrës së rekrutimit dhe admiralin e flotës, mund t'i bashkohemi me gjithë nxënësve të shkollave dhe të bëjmë një prezantim në fakt edhe të avantazheve që ka karriera ushtarake, e cila kërkohet shumë më shumë, mënyra se si rekrutohen ushtarakët, Akademia e Forcave të Armatosura, benefitet e statusit të ushtarakut, dhe besoj se kemi pasur një fillim të mbar sesioni rekrutimesh, mbasi siç e thash edhe një herë, karriera ushtarake gjithnjë më shumë kërkohet nga të rinjt. Aktivitetin e ka përshëndetur dhe kryebashkiaku Dredha. Vlora nuk është era parë që preket nga ky lloj aktiviteti. Kemi pasi bashkëpunim ka hershëm me Ministrinë e Mbrojtjes, bile ta përmend edhe vitin që shkoi ka pasur një aktivitet të tillë, jo në kaq mas të gjerë, por kemi bërë lungomare. Bashkë me kolonelin kemi pasur një komunikim të vazhdueshëm që si ne të jemi në drejtim të rinisë, shpesh flasim me profesione të reja, por aerojmë që ka disa profesione që kanë edhe një peshë të vetën sa i përket edhe sigurisë së vendit, dhe patjetër Ministria e Mbrojtjes këtu është munduar në detaj të informojë çdo të ri si funksionon gjithë procesi i rekrutimit të rinjve, duke i mësuar edhe gjithë detajet. Pse jo ta shikojmë me shumë prioritet, sepse në fund ditës i shërbejnë atë dheu, që është hapi kryesor dhe gjëja më e rëndësishme, por patjetër është edhe një profesion që ka shumë vlerë sepse mirë paguhet, dhe siç e shikojnë edhe në politikat që ka vetë qeveria shqiptare, Ministria e Mbrojtjes, duke arritur edhe ato përqindjen e caktuar që është vendosur edhe nga pjesat që ne antar të NATO-s, pra po kapim gjitha parametrat e duhur për të qenë të denjë në gjithë aleancë të madhe me miqtë tanë dhe me vendet partnere, pse jo të kemi edhe një ushtri të konsoliduar se i përket edhe stafeve edhe kapaciteteve njerëzore. Aktiviteti dita e hapur tashmë është kthyer në një traditë të përvitshme me turin e rekrutimit dhe ekspozimit të mjeteve ushtarake dhe municioneve në qytete të ndryshme të vendit. Sipas drejtuesve të qendrës kombëtare të rekrutimit, turi në të gjitha qarqet e vendit u jep mundësi atyre të marrin kontakte të drejtë për drejta me të rinjt që shfaqin interes për t'u angazhuar në trupat toksor apo detare të ushtrisë, ndërsa veçanërisht në 2 vitet e fundit interesimi i të rinjve ka qenë i lartë. Mësohet se forcat e armatosura kanë aplikuar dhe kanë shpallur për të rekrutuar në të gjithë territorin e Shqipërisë një kuotë prej 390 ushtar profesionist. Po kështu, përmirësimi i kushteve në ushtri dhe akademi, mbështetja financiare dhe shumë lehtësira të tjera kanë bërë që interesi për rekrutimin të rinjve të rritet, pavarësisht shkollimit të tyre nëntëvjeçar, të mesëm apo të lartë. Pra ndoqëm kronikën dhe ndërkohë lam telefonata për gjysmë me zonjën nga Fieri. Alo zonjë. Po, përshëndet. Po, si e komenton shëndetësinë në Shqipëri? Ke hasur vështirësi? Shëndetësia në Shqipëri është komenton në nivelin 0. Përse 0? Në nivelin 0. Sepse shëndetësi, domethënë, unë nuk kam me jetë fëmijën, se fëmija sot do ishte 24 vjetë. Po? Dhe pse nuk isha 500.000 lek, po? 500.000 lek edhe fëmijën e linda të vdekur. E mbajta 20 ditë në barkë të vdekur, edhe nuk e vdekë. Po? Fëmija ishte në njëjtë, normal, edhe nuk e linda do me thënë të gjallë. E linda të vdekur, sepse doktori thoshte ishte 500.000 lek edhe që të operoj. Sepse fëmija nuk ishte me kokë, po ishte me këmbë. Që ishte barra e tretë.
Po. Edhe shëndetësia, po nuk patë lek sot, nuk, të më thënë, dele vdekur, e dalë ke gjallë. Së kap jeni me dorë. Po të fundit, ishte një rast në Vlora, një ai, se qenë doktor veta, nuk e di sa kishtë qënë, dhe ndërkohë në telefon e kam parë dhe kam thënë që ishte neglijenca e mjekëve. Do me thënë që hoqë gurët në tëmë. Edhe më ka kapur një panik, se unë jam vesh me gurë në tëmë, me 3 gurë, i kam nga 15 mm, edhe që nuk operohet. Nuk operohet. Sepse ti e di ka shumë situatën time. Po. Unë nuk operohet. Nëse bëjë në nga i dhe 30 mm apo cm, nuk operohet. Pra, ka umbur besimi, Po, nuk pak e vesh, nuk operohet. Nuk të marin në dorë, dhe me të. Po pse? Nuk të marin për shqipë. Mjeku duhet tjetë human. Po nuk ka. Se i kanë mësuar ata që kanë. Kurse ne që s'kemi që të bëjmë. Unë nuk di nga se të vizitohem më përpara. Por, nuk mbetet që pa përmëndur urgjencën e Fierit, ku më janë gjendë stram, doktorat, dhe një doktor që Emiliano, doktor Bledi, dhe këta, do me thënë, kanë qënë dhe janë, që më mbështesin gjithmonë për mbete, dhe ata e kuptojnë për vete unë, se unë ku më kapë toka qaj, dhe në atë me sot, edhe ata e din që unë parë kam dhe me vratë o dërgoj një përmjerin që mos kaloj në gjendje me ekstreme. Mirë, janë falenderuar. Janë të falenderuar këta mjekë që kujdesën për qytetarët. Po, sepse ma dim halën, jam tani jo me një, po me 2 komikës mu, se për mua ata dhe në 100 vjetë të jenë ata janë komikë e mirë që kanë ardhur në jetë. Po. Por unë do t'i bëja thirrje, dhe me thënë, Ministre Shëndetësisë të kemi se nuk po di, që t'i hapjes qëtë veshët dhe të dëgjoj të shikoj të dalin gjë. Jo të dalin kështu me buqeta me lule apo kështu po. Të vej një herë këtu, dhe me thënë, syre që operojnë, të bëjnë, të vej po pandehore, të tonë. Pra, jetë një, si kanë po kamerat e steta që bëjnë sa dhe bravo u qofë për misionin që kanë marë, dhe atëre dhe të shikojnë dhe me thënë që edhe turku që shapu, me thënë, edhe turku, shpitali turku që shapu, kanë dërgjua nga nenat në zonjat, po nuk e pate gjepin plot, zero. Do me thënë, nuk të zënë me dorë. ku doj që të shkosh, po se pate gjepin plot? Po, unë në thashe dhe kam thënë dhe them që unë doktori më thashe, në bëri e kanë sa pëse nuk i hejtë burës. Edhe aty filova dhe po qaj, ata të 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 qanë. I thashe, unë zero thashe që do operonë, por, o do harrojnë thashe në një faqe brenda, o do harrojnë në një qëta brenda, o do... Se po nuk pate me sotat nuk të prek njeri me dorë. Absolutisht jo. Nuk të prek njeri me dorë. Sot e kemi 0 shëndetësi. Po në rast, do me thënë, në rast se ti s'ke ekonomi, nuk ke para, si shpo thua ti s'të prek njeri me dorë në spital. Jo. Në fakt, nuk është ere parë që dëgjoj nga ju, po e kemi dëgjuar nga shumë njës. Përvësi se ata që s'kanë, duhet ndihmuar, por mjeku duhet të ushtrojë profesionin e tij, se është betuar dhe që do t'i shërbej qytetarit, por sa duket... Mjek Flori ka qenë një me një po, mjek. Paraja fut shejtanin, them unë, edhe i ndryshon njerëzit. Mjek ka patë këtu e para 25 viteve, kur unë jam operuar nga Bajamet që kam hequr, dhe do me thënë ka qenë një doktor shumë i mirë dhe aty ku nuk më shëtron të asreto asë një gjë. Pra ndaj tem që Shqipëria nëse do të ketë një ndryshim, si thonë të erës politike do me thënë, edhe që mos të jetë më, të ndërrohen këta pushtetar që kanë qenë, sepse jemi në gjithë shumë, jemi lodhe shumë, jemi stilitë shumë, dhe po stilitemi shumë. Dhe po të vikemi zvarë për të mbjetuar. E shikoj, jeni shumë e mërzitur me këtë qeverim duket. Po, edhe jemi mërzitur shumë të edhe po mërzitemi dhe që anë me kam qenë dhe them, e vuaj që kam qenë jam dhe e vuaj që do të vdes. Por ama, e kam qenë dhe them që jetoj për komisë e mi, se unë të ishte për ashtu 2 tokra po të kësime dhe që ka Jo, s'mundë të arish në to... Por gjithmo jo, Dëgjoj datë, mos arrosët që mendja i kemi ne, edhe nana juaj, i kemi ne mendja kokodrujës, Mirë, normal.
Ja zorë në bashkë. Situata që jetë ti në këto vështirësi që has. Situatë tu e 30 vite. Por duhet të gjesh forcën dhe guximin për vazhdim përpara. Në këtu, do me thënë, prandaj ta them që mandja kokës grurjes pa nuk bën. Por unë para se ta marrë të ndale, ta fëmijë ku do dhe ku do mi E mira është që njeriu me çfarë sfidash, çfarëdo që përballet duhet ta gjej forcën për ta përballuar të llogaritës. Në një dyqan kam gati 70, në një dyqan kam 40, në një dyqan kam 20. Këto janë para që i ke borxhe në për dyqane. Po. Po çfarë thon? Urdhëroti, me çfarë po bëjmë 1 muaj, 2 muaj, me çfarë do t'i bëj? Un kam që deri në nëndor që mos më prej ndihma ekonomike, dhjetori jo, janari jo, shkurti jo. Ta, me 20.000 lekë tjelbra që flisat. Ku jemi ne? Të kanë një ndihmën ekonomike, ndërkohë ti vazhdon të marrësh me listë në për dyqanet e fjerë. Po, edhe çfarë merrtoj? Pjafi ka vajtë 17 lekë. Vezga ka vajtë 200 lekë, në kokë rrëke, e marrin të shumit ka me kina me sa e marrin. Se u po e marrë me shkrua, po atje tek ajo për shembull, që djambe apo tek këto, nuk mund ta marrë vetë me kushtuar, sepse ajo që konstruar atje, të tonë që të ka private, ka duhet. Por këtu në vendin ton ankohen këta që janë mirë, edhe ndonjëherë nuk ankohen këta që janë keq. Po prandaj po them që njeriu jeton si ti vi. Edhe i kam thënë dhe këtyre çdo duroni kam, edhe bile madje s'kam marrë as vajzën që kam të shtruar, nuk kemi marrë akoma një datën 12. Do t'i merr te vajza, data sot është 21, nuk e kam marrë ndihmën të vajzës ekonomike. Që ka ardhur nga qendra e trafikimit. Prandaj thash dhe them edhe një që televizionin tuaj e ndjekin gjithkusht. Do t'i bëja thirrje, edhe një herë. Pavarësisht se disa ka hequr telefonat, jam krenari që telefonoj stunit, që ty emisionin juaj. Faleminderit. Jam krenari që lini dhe dëgjoni hallet dhe problemet dhe shqetësimet tona. Dhe do t'i bëja thirrje, e dëgjuat vetë çfarë, që më thënë se ku i kisha ato, dhe dikush të paktën të mazbusi sa do të paktën të ngjelim të paktën në një vend. Ose kemi në kajgjëndë se shtëratë që do marë prapë do ikim, prapë do fillem nga ajda, edhe aty mbetëm prapë dhe mëse. Nuk është dhe me thënë kemi të ardhura, dhe me thënë me miliarda apo me miliona që kemi neve. E kuptoj, pra... Me miliarda dhe me miliona ka vetëm e dirama, jo neve. Edhe nuk gjithë për të vedhim. Unë i bëj thirrje gjithë ata që dëgjojnë që ka mundësi të ndihmojnë në zonjën, numrin e telefonit e kemi, sa do pak ndihmë ekonomike, si që dëgjuat që zonja është dhe futur dhe borxhe në për dyqane me listë, nuk është vetëm zonja, po ka shumë të tjerë që vazhdojnë edhe marrin me lista për çunuar emrin në për dyqane. Situata, vështirësitë që hasin, hallet dhe problemet që i bie njeriut gjatë jetës. Zonjë, unë do falenderoj shumë dhe të uroj një ditë të mbarë. Ne emrin e fëmijëve të mi, dhe në këtë muaj që jemi në muajin e Madhërisë të Ramazanit, unë agjerova, që me thënë, fillova të agjeroj, mbajta të redike të loj pensionin lartë, dhe më ka doktori që nuk mund të agjeroj. Edhe zoti është i masa i bëmbretulli. Prandaj thash që do të lutesh edhe njerë, kujdo qoftë që të paktën për të shkutë sa do mbarë. Ka vajtë në asë të vajtë sa ike, asë të vajtë në ka vajtë të shkakë të shkafë, që të rrugë më shumë, edhe djali më kam të talem, duhet ta marrë dhe atë me vete, edhe unë e bëj publike dhe numrin 69 66 26 021. Prandaj ju lutem, kush ka mundësi, le të shohë shpreh te radio juaj, tek televizioni juaj, me të mesazhe me çfarë dojë. Faleminderit. Gjithë kudo ku jeni, do të paqja harmonia në familjet shqiptare. Zoti e bekon Shqipërinë, Zoti ju bekon. Faleminderit, një ditë të mbarë. Ditë të mbarë dhe juve. Por ne pas kësaj telefonate besoj se duhet shkojmë në hapësirën muzikore me ndihmën e regjisë. Ndoqëm të hapësirën muzikore, dalgët e detit, afër Vlorës, afër Mbretit. Ndërkohë do të shkojmë një kronikë që na vjen nga Tirana, nga kryeqyteti. Kemi thënë jemi zgjeruar, tashmë kemi korrespondenten ton në kryeqytet. Dhe shpresojmë të shkojmë me korrespondent drejt Europës tani, do të kemi në Itali, në vende të tjera. Po pse jo dhe në Kosovë, na duhen korrespondente në Kosovë, te vëllezërit tanë. Do të flasim pak për sport. Renato Kurti na tregon më shumë rreth punës së tij si trajner ndikimit të boksit tek të rinjt dhe rëndësisë së disiplinës
në këtë sport. Përmes përkushtimit të tij, ai ndihmon brezin e ri të zhvillojë jo vetëm aftësi fizike, por dhe vetbesim dhe karakter. Një gjë që sporti e bën këtë. Tek ndaj i çoni fëmijët tuaj në sport për fituar vetbesim dhe karakter, ju ftoj të ndiqni intervistën realizuar nga kolegja jonë Pamela Shabani. Të nderuar shikues, do jemi tek Tirana Boxing Club me një nga trajnerët më të njohur që ka stërvitur shumë sportistë të rinj, përveç se Tirana Boxing Club, por edhe i ekipit kombëtar shqiptar. E ka fjalën për Renato Kurtin. Ju ftoj të na ndiqni për të zbuluar së bashku se si i është futur ai këtij rrugëtimi, por edhe pasionit të tij në lidhje me sportin. Renato, është një kënaqësi për mua të kem sot në Agon Blu, për të folur për sportistët e rinj në fushën e boxing, por edhe për pasionin tuaj, por edhe për rrugëtimin tuaj dhe çfarë synoni ju në lidhje me këtë sport. Shumë faleminderit ju për mundësinë. Ekipit dhe sportistëve në parë, të cilët kanë nevojë shumë për përkrahjen tuaj dhe kujdo. Unë këtë sport e kam trashëgimi, kam qenë sportist vetë, kam pas babain trajner boxing, kam munduar të trashëgoj zanatin e babait. Kam vite që punoj si trajner ekipit Tirana dhe trajner ekipit kombëtar. Kemi pas shumë kampionate, shumë suksese me moshat, sidomos edhe me ekipin e parë. Kemi pas suksese të mëdha me ekipin kombëtar kudo kemi shkuar. Jemi një nga ekipet kryesore të Shqipërisë, përfaqësojmë denjësisht boxing, njësoj si homologët tanë tuaj ose perëndimor. Është zanati imi, është punë, është pasion, është obligim, është gjithçka për mua. Domethënë gjithë jeta ime është fokusuar pak a shumë tek ky sport. Pra sa vite keni hyrëse që merreni me këtë sport? Unë kam rreth vitit 2016, 2015-2016, që kam kaluar nga nim trajner, që fillim isha në hapat e para si ndihmës dhe përkrahës si babait i ekipit, pastaj kalova vetë trajner tek fëmijët, pastaj çdo grup moshë. Tani kam krijuar gati një akademi time në gjithë moshat, nga më të vegjël deri ke të rriturit. Mund të na flisni pak për ta të rinj që kanë zgjedhur boxing si profesion për ta me natyrë? Sporti gjithmonë në fillime, unë kam mundohem që gjithë të rinjt që vinë t'i jap jo boxing, t'i jap thjesht afrimin ndaj sportit, afrimin ndaj shokëve, socializimin. Pastaj me kalimin e kohës mundohem zgjedh individët të cilët janë për boks. Paktën ata që s'janë për boks ose që kanë mungesë talenti, se tash çdo njeri nuk është i afër çdo sport, çdo njeri duhet të provojë shumë sporte. Po fëmia është rëndësishëm që të lëvizet, bëj servitje, të jetë social, të ri me shokë, krijoj një lloj përveç shkollës sporti është e dyta që krijon kulturë, krijon edukat, ka kërkesë llogarie të mëdha në palestër, për pjesën e ju shihni vetë ka shumë moshë re, të cilët janë shumë të rregull, janë larg veseve, dhe pastaj duke kaluar koha, duke kërkuar këto gjëra të bazë, fillojmë shohim edhe individët të cilët spikasin talent, që kanë talent për të bërë boks, mundohemi të japim ndeshje, mundohemi sa më shumë. Pastaj që të kalojnë profesion duan shumë vite kohë, është njësoj si thosh, do shumë përkushtim. Po, do bëhem doktor, po doktor mbaron 27 vjet shkollën, domethënë do të sakrifikosh shumë moshë. Do të kalosh disa hapa për ta. Shumë hapa të gjata që si është të jesh një trajner boksi në një nga klubet më prestigjioze të Tiranës. Për mua rradh parë është përveç lodhjes, sepse dihet çdo punë ka lodhjen e vet, ka monotoninë e vet, ka problematikat e veta, ka nevojat e ka 1000 gjëra që nuk mbaroj kurrë, po fillet të lisoj tash nuk mbaroj asnjëherë. Po është kënaqësi se kontribuoj në rritjen e brezit të ri, jam pak i egër thonë za që kërkoj shumë llogarike të rit sepse du që ata të ecin sa më shumë përpara, të paktën ke jetë atyre, pastaj ke sporti. Sporti gjithmonë është për mua është i dyti. Sportistë duan 10 vite, 15 vite punë, nuk mund të bësh sport. Thjesht paktën të rritën shëndetshëm, të jenë sport, kanë një krenari, kanë diçka që tregojnë kur të kenë nesër prind ose të jenë shkollë të lartë ose diku thotë ju kam qenë sportist, kam fituar këtë, kam bërë këtë. Pastaj çdo gjë është edhe këtu skenari, punë, lodhje, pastaj ka dhënë misi të madhe kudo që shkoj. Çfarë rutine duhet të ndjeki një sportist i ri në fushën e boksit, pra të marrim nga mëngjesi në çastin që ta ngrihen dhe deri në momentin që do të shkojnë për të fillur. Mënyra më e mirë për të bërë sportist është regjimi. Regjimi është më i rëndësishëm se servitja. Ne do të fokusohemi që fëmijët tanë të flenë shëndetshëm, të hanë shëndetshëm, pastaj servitën shëndetshëm. Qëse fëmia këto kohë kemi gjithë fëmijë, kemi kontakt me fëmijët e tjerëve, shohim që telefoni ose rrjetet sociale ose elektronika është bë që i pengon fëmijën, i pengon regjimin. Pak një fëmijë do të flenë 9 orë deri në 9 orë gjysmë
dita e gjumë. Llogaritë që të binë në orën 9, një fëmijë deri 16 vjeç, binë në orën 9 gjumë, çohet në 6 mëngjesit, bëhet gati për shkollë. Mëngjes kur dëgjohet, më bëj pak stretching, pak në 10 minuta stretching zgjatje të gjymtyrëve. Pastaj tu shihet dhe të jetë gati për të nisur për shkollë ose si ka programin e ditës. Pastaj mbas shkolle rekomandohet gjithmonë 1 orë pushim, jo vetëm gjumë, por paktën pushim. Domethënë të jetë normal. Pastaj vjen servitet jetë rregull, të jetë pa ngarkesa të mëdha fizike që fëmia mos sforcohet. Gjatë servitës të ketë pushime, të ketë prapë stretching, të ketë mënyra komunikimi teorike, jo vetëm praktik, palestër, se ndonjëherë palestra kthehet dhe monotoni për fëmijët, të cilët është ngarkesë nervore, ngarkesë psiqike, ngarkesë fizike, e cila ndikon për keq. Pastaj plusi tjetër është për krahë e prindit të sportit që bën fëmia. Në që prindi për krahë fëmijë, fëmia ecën më shumë përpara. U mundohen plotësisht motivimi nga prindi dhe momentin kur fëmia thotë unë jam i lodh, nuk shkoj dot sot, ti do shkosh, ose momentin kur fëmia thotë jam i mërzit, se fëmia gjithmonë mundohet vej fal diku për të shpërtuar diçka, që qenë vetë fëmijë. Aty ta motivohet të shkojë më tepër. Po një dietë, do të ndjekin ka sportistë. Dietat kryesore për mua janë të hiqen gjërat që janë, po themi, gjërat pesticidet ose gjërat e dyqanit, gjërat që nuk janë të shëndetshme. Siç po reklamojnë gjithë botën që nuk duhet të fije. Pastaj të jemi sa më të kursyer ke sheqerat, ke kriprat. Thajmë sa më shumë bio, gjërat bio ose gjërat e shtëpisë, apo mamaja ose prindit në shtëpi. Kjo është pjesa kryesore. Pastaj çdo njeri besoj që do të dietën përkatëse, nuk mund ta japun si trajner eksakte. Domethënë që them filani kështu, filani ashtu. Thjesht largohemi ndaj gjërave kimikateve, largojmë kriprat dhe sheqerat në mënyrën më të madhe që kemi mundësi, largohemi normal larg duanit, larg alkoolit, larg veseve të këqija, dhe pastaj themi kemi një dietë shëndetshme. Momentin që keni garas, ju si një trajner me një eksperiencë në këtë fushë, si arrini të menaxhoni ju emocionet e këtyre të rinjve, sepse normalisht ato momentet ka pak dhe janë ato frikra se si do shkojë ndeshja. Unë pak a shumë me eksperiencën që kam, jam i qetë. Pavarësisht se gjatë ndeshjes mundohem flasëve të madhe, toleras në një herë, ose të mundohem ta vënë setër, se nuk është sport si sportet, është sport që do në trajtim veçantë, nuk është sport si futbolli ose si e bëra futbollin si shembull, si një sport tjetër, është sport që ka kontakt fizik ka dhe gjatë. Domethënë që është do të më qenë pak më moment që ai ka emocione, do t'i japim jo vetëm zemër, jo vetëm ta kujtojmë, po edhe ta përmendim pak se ka momente sportisti ku është si përgjumur, ka emocioni, si do të dalë. Pak janë lidhe një lloj emocionesh në mes. Domethënë si do paraqiten para prindit, si do dalë nesër para shkollë, si do dalë para profesorit. Po unë s'njem mirë, po jo kam qenë kështu, natën rrin pa gjumë, mos lodhja, janë shumë gjëra bashkë, po unë që domethënë të jem krau atij, të jem zemra atij, të them që ti s'je vetëm tu, unë jam me ty. A kupton ta përkrah. Në moment, pastaj presim fitoren ose humbim se të gjithë hym në ring për të fituar. Pastaj do punojmë kur humbim, punojmë më shumë për të fituar, kur fitojmë punojmë prapë më shumë për të qenë më mirë prapë. Për më tepër sukses. Ajo është. A mund të nisoni diçka të veçantë për këtij sporti dhe disa sfida të tij ndryshe nga sportet e tjera? Për sport, kontaktin fizik që ka përveç kushteve fizike shumë të rënda, që don servite shumë të fortë krahasim me sportet e tjera dhe regjim total, ka kushte të rënda psiqike, ka kontakti fizik që bën me kundërshtarin. Domethënë ne do pranojmë shumë goditje në kokë ose në trup ose kudo, siç kemi aty në vendet që kemi të lejuar, dhe do kontrapërgjigjemi me teknikën që ne mësojmë palestër, jo të kontrapërgjigjemi në mënyrë jo eksakte mbas jashtë teknike. Dhe kjo është pjesa kryesore që është nga sport më të vështira në botë. Domethënë shikojmë, mendojmë, veprojmë kushtet më të vështira fizike dhe psiqike. I përgjigjemi sportit tonë. Me një New York Times është nga sportet më të vështira të botës. Ju ka rastisur në kaq vite eksperiencë që një i ri, pra një sportist i ri ka ardhur në këtë fushë pa përvojë, pa vetbesim, edhe ka arritur të bëhet një kampion. Futboll unë kam luajtur që 6 vjeç. Po unë nuk dalë që të luaj futboll do me ekipin e parë sot, apo. Që të bëhesh një kampion i madh, duhet fillosh qytet mosh që janë këto, ose të fillosh me një farë moshe të pakën që ke adoleshencën, të sakrifikosh shumë dhe shpejt. Pastaj ka edhe raste të ralla bota normal që ka persona që kanë pas talent, kanë punuar vetë në shtëpi, vinë çuna, thonë no profesor, unë kam punuar aty, kam punuar këtu. Në shtëpi kur e shoh ditë parë 18 vjeç e dim në bësh shumë mirë boks, domethënë pak e ka natyrale, pak ka punuar vetë. Tash kemi rrjetet sociale, kemi këto elektronika që shohim video në YouTube pafund. Krijojmë një bazë, domethënë krijojmë një profil tonin. Po që është vështirë të bëhesh sportist profesionist në moment kur nuk ke kohë gjatë. Do në çdo fushë do të japësh kontribut gjatë që të bëhesh profesionist pastaj. Edhe sporti boksit don një lloj kontributi në vite që quhesh profesionist. Çfarë këshillë do të doni të jepni ju këtyre të rinjve sot? Duan fort nënën e babën, trina për sportit, afër shkollës, të majnë larg shok të këqij ose ves të këqij ose shokun e këqij ta mësojnë që të cilët për mirë,
vlerësojnë jetën se një jetë kemi, s'kemi dy. Edhe të bëhemi më të mirët. Të heqim gjithë gjërat që kemi kaluar, kemi mësuar vite me radhë nga tranzicioni, nga gjërat, të bëhemi njerëz që të punojmë për shtëpinë tonë, për veten tonë, për shokët tonë, për miqsinë tonë, për gjitha, të jemi vetëm rol pozitiv, as një rol negativ mos jetë ka ne të pakën. Renato, unë ju falenderoj shumë për mundësi që na dhat për këtë intervistë dhe ju falenderoj që ishit pjesë e Agon Blues sot. Faleminderit ti Lal, faleminderit ju. Shpresoj misionet të tilla të jenë sa më të shumta në Shqipëri. Unë ju uroj shumë suksese për juve, por edhe për grupin tuaj. Faleminderit shumë, po këto të vegjël kanë nevojë më shumë se të gjitha. Më shumë se unë, më shumë se ty, më shumë se çdo njeri, më shumë se ato profesionistët e njihen ose më shumë se ato futbollistët e njihen më shumë. Këto janë e armja e kombit. Këto janë armja e vendit. Këto kanë nevojë më shumë vëmendje dhe faleminderit ju që ja jepni vëmendje. Unë jam Arbi Biqiku, ushtroj boksin prej një viti e gjys dhe ndihem shumë mirë në të palestër që jam, me çunat, me profin, edhe synoj sa më lart në boksin shqiptar. Sa kohë ke ti që je në këtë palestër? Unë kam një vit e gjys. Pra, synon që të vazhdosh akoma ende në të ardhmen? Po, gjithmonë të vazhdoj në të ardhmen edhe sa më lart. Ka qenë boksi një pasion për ty, apo ti ishte ke parë si një sport për të marrë me veten? Për mua ka qenë një pasion që i vogël dhe pastaj kam ardhur në palestër dhe kam zhvilluar më shumë pasion. Të dashur shikues, ishim në Tirana Boxing Club me Renato Kurtin, me një trajner shumë të njohur, por edhe të përkushtuar ndaj profesionit të vet. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe për mua ishte një kënaqësi të ndodhesha këtu sot. Bashkë miru takofshim. Ndoqim kronikën, e falenderojmë kolegen ton kryeqytet Pamela Shabani, ndërkohë ne do shkojmë në hapësirën muzikore. Ndoqim hapësirën muzikore, ndërkohë ja tek jemi rikthyer, do të flasim pak për tregun e Novoselës për gjithë qytetarët e Vlorës që e din ku është tregu, por edhe për ata që nuk e din Novoselën, kështu që mund të kalojnë ndonjëherë, por problemi mbetet nevoja për ndërhyrje në këtë treg ku mënyra se si shesin tregtarët aty kushtet jo normale, në kushtet të vështira, infrastruktura, nuk kanë një buroj ku në rast që ka resheshiu apo mot të përkesuar, por vazhdon në vite ky problem. Si thoni, ta gjojmë telefonuesin? Alo, mirëmëngjes. Si jeni? Si jeni? Telefonuat për temën? Po, një komentin tuaj për shëndetësinë në vendin tonë? Një koment për si e komentoni shëndetësinë në Shqipëri? Po, a e dëgjon si e komentoni shëndetësinë në Shqipëri? Tema. Po, jemi live tani? Po, live jemi. Kanë bërë një gjesë të gëmë, një gjesë të gjithë që këtë të agëmë kjo. Po, një gjesë dhe një. është kënaqësi. Kënaqësi gjithashtu dhe për ne. Ato që farë unë thoja është, në fakt, shëndetësia është një nga institucionet ose ta marrim një institucion do thosha e drejta bazë së cilit prej nesh. Është një drejtë themelore që se cili prej nesh ka. Shëndeti është shparsor mbi të gjitha. Është kryesor. Edhe është kryesori, patjetër, është vërtet. Por ajo çfarë ndodh në fakt këtu, mbaj mend pakën nga shumë vite përpara, shëndetësia ka qenë falë, ka qenë se cili prej mjekëve ose mjekëve mbante përgjegjësi. Po, kishte më jo se nuk ka patur vdekje, patjetër ka patur vdekje, por kishte një diagnozë ose kishte një duhet jetë në Hungari se për të ndodhi ajo vdekje. Por dua të them që kishte më mjek specialist, ndërkohë këta që janë mjek që tamam mjek janë larguar pjesa më e madhe. Jo vetëm që janë larguar, e di sa ndodhin sot shkon në spital për bërë një sorum, po marrë gjë më të thjeshtë, sot shkon në spital për bërë një sorum, për një hernim ose një diçka që ndjen në trup dhe nuk din do të kapin as damari, nuk din do të damarin e krahut e tonë për të Dakord jam, po shkon në spital, të del mjeku që është dhe të thot, qa ke, kam këtë së ndihem mirë, ndërkohë
po mund të kesh këtë ti, po mund të kesh dhe atë, po t'jap të ilaçin, po provojnë këtë ilaçin se po së të bëri mi, po ashtu shiko se mos ke këtë gjën tjetër. Dhe problemi tjetër përveç së kësaj, po të shikosh aty ku s'mundet të bëj diçka në spital, në sensin që për të gjetur atë diagnozën e duhet të shkoj tek privati. Kur shkon në privati po të cilat të vjetë, ja po e ke këtu në krahë. Vetë te klinika ka gjë po të jeni doktor. Po. Ajo se këta dhe të sugjerojnë shko te filan klinik, ndërkohë pra besimi me çka kam dëgjuar ka humbur te mjekësia. Dhe jo vetëm kaq, por gjëja më e rëndë që po i bëhet shëndetësisë është besimi, po e them kështu, besimi i jetës së njerëzve me lekë në spitale. Po është një gjë që jo nuk e shikojmë më si profesion, por e shikojmë si mundësi pune. Tamam si një mundësi përfitimi. Mundësi përfituar fashën. Në qoftë se nuk e ndjen brenda vetes se unë duhet të shkoj të bëj shkollën për infermier apo për doktor, po ndonëse janë prindi që shtyn që dëgjojnë që bëu infermier se ka para, ka të ardhur, ka kështu apo bëu doktor. Kur ndërkohë ai nuk është ka prirje për atë gjë, por ka prirje për diçka tjetër. Është një diçka, për shembull, jo gjithë kemi prirjen për atë çfarë ne duam. Po. Kështu që thjesht shkojmë aty e shikojmë si një mundësi për të shkuar jashtë ose për të bërë një nga organet e Europës, po thjesht marr diplomën për mjekësi ose për docësi ose për një zek të caktuar, kërkon pra tjetër prirja jo mund të jetë për një gjë tjetër pa lidhje fare me pjesën e asaj çfarë ne mbarojmë në shkollën. Dhe po të shikosh shumica mbarojnë për docësi dhe kur shikon me gjithë respektin për profesionin ose për punën e kamarierëve, shikojnë që i ke kamarierë në lokale të ndryshme në qytetet ose në zonat turistike. Nuk kam asgjë me pjesën e kamarierëve, thjesht e kam me shkollën që mbarojnë dhe në krahun tjetër shkojnë punojnë si kamarierë apo punojnë punë të ndryshme që janë punë. Patjetër do të mbajtur është jetesa, është por thjesht ata zgjedhin degën e gabuar, zgjedhin ata e shohin si një mundësi për të përfituar diçka, jo se din ta bëjnë ose kanë prirje për atë gjë. Unë kam dëgjuar raste konkrete nga njerëz të cilët kanë vajtur me problem shëndetësor, probleme zemra dhe i kanë thënë që nuk shpëton. I kanë humbur shpresën, ndërkohë është dashur që ta marrin me autoambulancë ta shkruajnë në një spital privat në Tiranë, ndërkohë ka shpëtuar dhe është një gjendje shëndetësore. Pra, këta nuk bëjnë përgjegjësi, e thonë fjalën e fundit, e thonë të parën. E thonë të parën, po. E thonë të parën. Kjo është edhe është për të ardhur keq se si ka ta ndisen gjërat, se si humbet humanizmi dhe ndjenja njerëzore për dikë që e shikon që është keq. Pra, nuk duhet pa njerëzit si objekt, si para. Ndërkohë ai që ka dëshirë që ti e ndihmon ta jep edhe vet, por kjo është situata. Ne kemi, u kam dy raste, një kam motrën dhe një kam kushëria. Kushëria ime thot, se dhe e parë vajzat të gjajt, thot është me dializë për shkak të gjithë gabimit dhe gjithë fajt të mjekëve të spitalit Gjirokastrës, dhe në pas Tirana që e i dha një kur dhe një mjekim shumë të gabuar. E nisi Gjirokastra dhe përfundoi Tirana, sepse Tirana vazhdoi me diagnozën që kishte dhënë spitali Gjirokastrës. Pa për kontrole, pa për hashtillë që dhe shkojnë atë lloj pike që situata jo sot është me dializë. Po. Ka një problem në veshka, ka një problem që është shumë i rëndë dhe argjoj, dhe shumë lekë sepse më pas të drejtoa Asinës, të drejtoa edhe spitaleve të ndryshme shkoj deri në Turqi dhe i thanë që është faj, është shkura e gabuar e cila ka çuar deri në këtë lloj. Ajo është gjë që dihet sepse ndodhin shumë njerëz që marrin kur që s'ka lidhje, vazhdojnë mjekohen me një kur sepse pa aftësia. Pa aftësia këto sidomos në mjeksi që nuk duhet të ketë njerëz të tillë që se nuk ka shkollë me mik në mjeksi, sepse këtë dush me jetë njerëzish. Rasti motrës sa kërkuan lekë në spital, ishte për një operim, ishte apendicit akut, që të cilën ishte pasmangshme pjesa e operacionit dhe në fakt duke ditur sepse kishim kaluar diagnozat të ngjashme, një kështu problem të tillë, dhimbje, bllokimi i këmbës e shumë gjërave të tjera, dhe dinim pjesën që ne do të ajo ishte drejt një operimi. Dhe shkuam
lloj gjënie përpara se të fusin në sallën e operacionit në spitalin e Gjirokastës, mjeku i cili zëvëson e kirurgu, i cili të shkuar me leje jashtë shtetit, po vine vërtet të thoshte jo mungon mjeku narkozës, jo mungon ky, jo mungon ai. Përshkoj që ata dhe ishin të gjithë aty, po thjesht ne nuk i dinim kush ishte. Kush ishin ata. Procedura. Dhe i thash në një moment se pas që po vine vërtet dhe të që do kërkonin lekë. Po i thash, a mund të pak i thash tek zyra, shkoj atje, më thaj çfarë do duhet i thash. E thash se po vine vërtet nuk kishte rrugë tjetër, thash të thotë dhe sepse i kishin vimit kishë gjithë natën, dhe gjithë paraditën. Qa thaj, na duhen ca lek thata se s'kemi karburant për makinën, ne? Ne filloj të më thënë, jo po jemi 5 veta, jo po të vide një 6, po edhe shpëgoj qa duhet, jo po dohem 300.000 lekta. Pak e pas kam patur Kostan. Se ku shkoj, që të cilën ne kishim vendosur vete dhe të mos të kërkonde, do t'ishte jo aq, po diçka më pak, do më thënë se ajo sifër tjesht e kishim të jesh i sigurt që këta lloj njerëzish vërtet mendoj momentin se janë mirë, por do ta vuajnë një ditë, do ta vuajnë, do ta psojnë një ditë të gjë që bëjnë ndaj njerëzve, ndaj qytetarëve që s'kan mundësi ekonomike, që i shikojnë dhe i përbuzin. Pra, i shikojnë 300.000 lekë i thon gati një muaj punë, edhe për një familje që është në kushte normale, sepse të kur një hajtë se mund i qenë edhe po në kushte normale, për një familje është vërtet shumë 300.000 lekë për një rast, thjesht që kanë mundësim dhe kuptojnë që shumë të tja është falë. Fatos, unë të falenderoj sepse kemi një tjetë telefonat dhe të gjarën telefoni dhe qytetarëve të tjerë. Falinderit, gjithashtu dhe për ju respekt, falinderit. Por ndërkohë do të përgjigjemi dhe qytetarëve të tjerë, të cilët vazhdojnë na marrin në po, do ta telefonojmë zotrin apo zonjën kush është. Ndërkohë duhet të falenderoj shumë gjithë ndjekësit tanë në Facebook, Ana Cara, Lindita, Lamaj, mirëmëngjes të gjithë kudo jeni janë mban shqiptar, Zoti t'ju bekoj, thot Lindita, Diana Zeneli, mirëmëngjes, Zoti na bekoj gjithë në këtë ditë të bekuar. Pra, ju falenderoj të gjithë ndjekësit tanë që çdo ditë nga hëna në prende na ndjekin nëpërmjet faqes tonë në Facebook Blu Televizion me informacione, me hapësirë muzikore, me të ftuar. Por do të presim telefonosi i cili na mori pak më parë, sepse po diskutonin për shëndetësinë dhe sigurinë, se sa sigurt ndihen qytetarët ku shkojnë u përballen me mjekët apo me rimbusimin e ilaçeve që thonë që shëndetësia falas e gjitha këto tjerat, por shpresojmë gjithmonë që një ditë këto gjërat të rregullohen dhe sistemohen, mos të vuajnë më njerëzit, se nuk se jemi 10 milion banor që jetojmë tu dhe s'ka mundësi. Alo, mirëmëngjes. Por mund të flasim për temën për to atë. Po, për temën, mirëmëngjes i zotri. Si e komenton shëndetësinë në Shqipëri? Po shëndetësia në Shqipëri është komplet cop fare. Po pse cop? Tu thosh çdo gjë është mirë. Nuk është mirë për të vetëm arsye. Çfarë arsye nuk është mirë? Çfarë? Qeveria në Hiqe bëri shumë premtime, shëndetësia falas, ajo falas, egalizimi falas. Pra ti. Këto dolën 120% dolën gënjestra false. Do me thënë falas në fasadë në bazë dere ndryshon gjëra. U qana qeveria Sali Berishës, se ju s'keni dhe të vegjil. Kishim një librez me letrën e kone qeverisë Sali Berisha. Po? Dhe një brenda ditës, dhe mos e letrën, bënja vizitën, pa letrë, pa që i kënë shpilla. Po, ndërsa sot, si i pareqi situata? Sot unë jam një sëmurë, vete për të marrë e sot edhe bas 3 muaj, bas 3 muaj më kam deku. Po, jo e kam gjuar këtë gjë, unë hajnë bas 3 muaj, po në bas 3 muaj që po nuk jemi në këtë dynja. Më kam deku në bas 3 muaj. Këto nuk janë asë gënjesë, asë këto janë realitetet. Jo, janë realitet sepse i kemi gjuar, nuk është se po themi një gënjesë që ka shumë qytetar që mund dhe ta vërtetojnë dhe tjerë cilët janë përballur në përdyret e spitaleve. I mbaj më në librezat në letra, njësit, i mbaj më. Po. E dyta, shqetësimi im. Po. Në ka më këto gurën këtu në përlagja këtu të, unë jetoj këtu të Lagja Pavarësia. Lagja Pavarësia. Çfarë problemi ka aty?
Quhem Lake Gjermani. A, Lake Gjermani. Edhe jam këtu, po kam poqiduar gjithmonë. Po pse me këtë Lake Gjermani? Po ashtu e kam bërë mbiemrin. Mbiemrin. Edhe ka rënë jetë i sërë. Po? Ashtu kam unë, më përqen emri, kam unë, mbiemrin kam unë Gjermani. Apo ju kanë folu shokët Gjermani? Tu kanë syrë këmët njerëzit ola, ku në ma përgjerësi për to betonet që vënë aty anës? Ku janë vendosur, aty në lagjen tuaj? Tu anës rrugës për të pëmburë maqina ato gjëra. Kanë syrë këmët duar. E kuptoj. E kuptoj dhe... Rrugë kryesore që vijën të për të blogjet e betonet e rrugës. Janë shumë qësuse. Po, dhe... Kaloja me grua rrugës e rrë gruja se o dorën. Ku në ma përgjerësi për? Këtu zdi qa them, si kush banë përgjësi nga këta. Ta din vetëm banë përgjësi që ka vendos gurët, kaq. Ta din, ka i vetëm nëm lëk, nëm taksa, nëm ato, nëm këto. Si e ke parë, si po e shikon këtë ritmin politik tu në vendin tonë? Ritmi politik është... Mua më përqenë shumë këtë ritmi politik, kërau të djatë. Se qa ka ndryshuar të krau i djatë? Se qelbi, uji është qelbur. është qelbur. Amerika po ndëryni, do japi krau, do vene burg. Po thonë që fjalë janë se do marri mandatin e 4, Rama. Do marri mandatin e... Atit Filipistu do marri mandatin e 4, ku do vene burg. Po bët gati 2030, do të shkojmë në Europë. Njeriut kur i vinë ngordhja, mundoj që të gënjej sa më shumë. E kuptoj. Po që 2030 aji, ere këto ditë në zi do t'i kaloj këto. Të gjithë një qeveria po i vetën në burë, të gjithë ashtu, të gjithë në burë, që më vetëm kjo që nga buri më i pasër? Por a i thot që Partia Socialiste nuk shteron, çfarë do... Ata janë mashtuta, kur i vinë ngordhja njeriut do mashtoj, do bëjtë. Tani u kujtua këj, pashaport diplomatët. E ke parë me Lul Bashën ato batutat tani që me njëri tjetrin, ku je Lul, ku je Ram... Po Luli ka marrë Shqipërinë në qafë që në 21 e ka marrë Shqipërinë qafë. Po. Pra janë... Se politika kështu është, po. Këj nuk ka turp njerë që këj ndoqë gjithërin, ndoqë jasetit, nëmë një votëm dhe të thënë, një prëzë kësi. Ke pasysh? Po. Që ata maskaren që sot, kallo dhe jenë nga lagja kështu është kjo punë. Kështu vajti kjo punë, kallo dhe një nga lagja inë. Uroj për emisionin. Faleminderit. Të urojnë ditë të mbarë. Një ditë të mbarë. Ishim me një zotëri nga lagja Pavarësia, amkuva për problemi, për folme pak për politikën, por edhe për shëndetësin dhe ndërkohë besoj se do të shkojmë pak, po, thot Diana Zeneli një koment që po ne që jemi pa punë, as edhe një ndihmë ekonomike, pra sa të gjejmë këto raste kështu të këtyre persona të cilët janë pa punë, por edhe me ndihmë ekonomike tjetër prap nuk i dilet. Sjetohet ndihmë ekonomike 20.000 lekë, nuk kalon as gjysmë ditës. Shkojmë te kalendari historik. Kalendari historik 21 mars. Në 1921, politika e re ekonomike zbatohet nga Partia Bolshevike në përgjigje të dështimit ekonomik si rezultati i komunizmit të luftës. Lenini e karakterizoi politikën e re ekonomike në 1922 si një sistem ekonomik që do të përfshinte një treg të lirë dhe kapitalizëm të dy subjekteve që i kontrollon shteti. Në 1943, oficeri Wehrmacht Rudolf von Gersdorf komplometon për të vrarë Adolf Hitlerin duke përdorur një bombë vetvrarëse, por plani bie. Ai do të bënte pjesë gjithashtu në grupin e ushtarakëve të lartë që do të tentonin të eliminonin Hitlerin në 20 korrik të 44-s.
Në 1958 lind në Londër Garo Oldman. Oldman është një aktor dhe kineast anglez. Është marrë si akordimeve të shumta duke përfshirë një çmim akademie, 3 çmime BAFTA, 2 çmime të kritikëve të zgjedhjes, një çmim të Globit të Art dhe një Guild Awards Actors Screen. Njohur për shkaftësinë dhe stilin e tij të fortë të aktrimit, Oldman vlerësohet si një nga aktorët më të mëdhenj të brezit të tij. Në 1960 gjatë apartheitit ndodh masakra e Sharpeville në Afrikën e Jugut. Policia hap zjarr ndaj një grupi të demonstruesve me ngjyrë të Afrikës së Jugut, duke vrarë 69 vesi dhe duke plagosur 180 të tjerë. Masakra u fotografua nga fotografi Jan Berry. Ndojshim kalendarin historik dhe besoj se ka momentin të shkojmë pak tek parashikimi i yjeve horoskopit për ditën e sotme dhe rikthehemi sërish në studio. Horoskopi i datës 21 mars. Dashi. Do të keni më shumë nevojë për përqendrim në jetën tuaj në çift sot. Mirë do t'i jetë të flisni hapur me partnerin dhe të dy së bashku të merrni vendimet e duhura. Beqarët do të rishen mjaft nga persona më të mëdhenj se ata, por që mund t'i përshtaten në karakter. Në planin financiar nuk duhet të kërkoni askund ndihmë, por të bëni çfarë të mundni vetë. Demi. Do largoheni paksa nga partneri juaj sot dhe nuk do të përjetoni ato emocione që keni të shiruar. Dita nuk do të jetë as pak e mirë dhe do të mërziteni. Beqarëve do t'ju plotësohen dëshirat dhe do ta gjejnë princin e tyre të kaltër. Në planin financiar duhet të tregoheni më të kujdesshëm dhe të mendoni për të nesërmen. Nuk është dita të kryeni shpenzime të konsiderueshme. Binjakët. Ndikimi i yjeve do të jetë shumë i madh sot në jetën tuaj në çift. Do të kuptoni më së miri njëri tjetrin dhe askush nuk do t'ju aprish harmoninë. Beqarët do të takojnë persona interesant në festat ku do të shkojnë. Jeta e tyre mund të ndryshojë rrënjësisht. Në planin financiar duhet të tregoheni të matur edhe pse situata nuk do të ketë probleme të mëdha. Gaforia. Ditë e mrekullueshme kjo sotmja për të dashuruarit. Do i harroni të gjitha mosmarrveshjet që keni pasur dikur dhe do të mendoni vetëm për të ardhmen. Beqarët nuk do e kërkojnë me ngulm dashurinë sepse edhe ashtu siç janë ndihen mirë. Në planin financiar shpenzoni sa ju mban xhepi dhe mos shikoni se sa do të shpenzojnë miqtë tuaj. Gjithsecili mendon për vete. Luani. Asnjë planet nuk do të prek drejt për drejt sektorin e dashurisë së çifteve sot. Megjithatë, marrëdhënia në çift do të ketë probleme. Kujdes me kokforcinë. Beqarët duhet të tregohen edhe vë të hapur nëse duan të gjejnë një person për të krijuar një lidhje. Në planin financiar mos ndërmeni shumë rreziqe edhe pse situata do të jetë e qëndrueshme. Më mirë hiqni disa para më njanë. Virgjëresha. Ambienti zymt sot në jetën tuaj në çift. Mezi po prisni që dita të mbarojë duke shpresuar se nesërmja gjithçka do të ndryshojë. Për të shmangur debatet, qëndroni më larg partnerit. Beqarët do të bëjnë mirë të mos ju besojnë të gjitha atyre që do i joshin. Perspektivat financiare janë të mira, kështu që mund të kryeni edhe ndonjë investim më tepër se zakonisht. Peshorja. Ka shumë mundësi që jeta juaj në çift të marrë një tjetër drejtim sot. Do i shprehni më tepër ato që ndjeni dhe do të bashkëpunoni për gjithçka me ato që keni në krah. Beqarët do të kenë gjëra të tjera për të menduar dhe nuk do e mbajnë mendjen te krijimi i një lidhje. Të ardhurat do të përmirësohen ngadalë. Gjithsesi mos e teproni me shpenzimet. Akrepi.
Falëmbështetje si do t'ju japin yjet, marrëdhënia në çift do të shkojë më së miri sot. Personat që keni në krah do t'ju bëjnë të ndiheni si mbi re. Edhe beqarët do ta gjejnë personin e duhur me të cilin do ja vlejnë të krijojnë një lidhje. Nuk do të ndiheni më vetëm. Financat edhe mund të jenë të trazuara për shkak se do të duhet të kryeni disa shpenzime të nevojshme. Shigjetari. Dialogu në çift do ekzistojë gjatë gjithë kësaj dite dhe do e keni të lehtë të merreni vesh me njëri tjetrin. Edhe momentet romantike do të jenë të shumta. Beqarët me shumë gjasa do i rikthehen një dashurie të vjetër, por që për ata ka pasur rëndësi të madhe. Në planin financiar duhet të shmangni në maksimum operacionet e mëdha nëse nuk doni probleme. Britsjapi. Ambient shumë i ngrohtë në jetën tuaj në çift. Do të ndiheni më afër se kur me partnerin dhe do të flisni me të edhe mbi tema të cilat më parë kishit turp. Beqarët më mirë të qëndrojnë vetëm edhe sot që të mos zhgënjehen dhe të mos lëndohen. Financat do të jenë në të njëjtën gjendje si disa kohë më parë. Të paktën gjendja nuk do të përkeqësohet. Ujori. Ditë e pashëndrueshme dhe e mbushur me debate të njëpasnjëshme për jetën tuaj në çift. Kujdes me gjithçka që do të thoni sepse mund të lëndoni thellë partnerin. Beqarët do të kenë takime dhe propozime, por vetëm kaq për sot. Ditë e turbullt për financat. Mirë do të ishte të shmangni çdo lloj investimi apo transaksioni. Nga ana tjetër, kërkoni t'ju kthehen borxhet që keni dhënë. Peshqit. Marrëdhënia në çift do të jetë e mrekullueshme gjatë kësaj dite. Nuk do të debatoni për asgjë me partnerin, përkundrazi do të zgjidhni gjithçka me maturi dhe qetësi. Beqarët mund të kenë njohje të reja, por nga ato që mund të fillojnë vetëm histori dashurie të shkurtra. Të ardhurat fatmirësisht nuk do të kenë probleme dhe mund të kryeni edhe investimet e domosdoshme. Ndoqëm horoskopin dhe bashkë të ndajmi e mbyllim sot ditë e premte dhe ju urojmë një fundjavë të bukur dhe shpresoj që koha të jetë shumë me këto temperatura dhe normal besoj se ata që janë të apasionuar pas plazhit do vazhdojnë të bëjnë plazh. Ndërkohë, unë do t'ju uroj një ditë të bukur dhe do takohemi sërish të hënën. Po në të njëjtën orë, jo në këtë orë që e nisëm sot, por në orarin që kemi nisur zakonisht. Ju uroj një ditë të mbarë, mirupafshim.